Përshëndetje, mirë se vini në panairin Albania 2014. Kjo është stenda e Shagës, kompania Shaga, është një ndër kompanitë lider në tregun shqiptar për sa i përket shumë gamave të produkteve të saj, siç janë lënda e parë e mobilerisë, janë aksesorët, është linja e prodhimit që ka vetë Shaga, është linja e parketeve, bashkëpunon me shumë gjigant europian, siç është Marinelli Home, siç është Grupo Gjimo. Kemi këtu në Panair jemi të prezantuar me linjën tonë të re, që është një linjë klasike, neoklasike. Është gjithashtu, nëse mund të shikoni, edhe krevati që është një linjë vërtet e veçantë, janë risit më të fundit nga Grupo Gjimo, që Shaga i sjell këtu tek ne në tregun shqiptar. Gjithashtu dhe Marinelli ka bërë punën e vet për sa i përket këndit që ka krijuar këtu me këtë kënd të mrekullueshëm të fundit që ka nxjerr për vitin 2014 me linjat dhe ngjyrat të sezonit, domethënë të vitit 2014. Nuk e di, është diçka domethënë që duhet parë më nga afër për të parë mrekullinë dhe madhështinë që produktet tona ofrojnë. Kompania Shaga së fundit, domethënë, ka shtuar në linjën e vet prodhimit dhe linjën klasike të mobileve, siç kemi te kuzhina këtu, që është një dizajn i fundit i kompanisë Shaga. Kemi dhomën e gjumit ose krevatin, që është një stili të caktuar të mobilimeve klasike. Dhe pretendojmë që së fundit, domethënë, të kemi një njohje në mobilimet klasike, siç kemi edhe në mobilimet, ose siç kemi pas dhe në mobilimet moderne, domethënë. Kështu që shpresojmë, domethënë, ose besojmë që kemi arrit qëllimit, që me këtë dizajn që kemi prodhuar, domethënë, të jemi po aq të suksesshëm sa që kemi qenë dhe në mobilimet moderne.